2-3 lista me lojtarë. Puno, djersitur, gjerë gjak aty, grici bythët aty, grici gjunjët, që ti ta kesh vendin e sigurt. Ndryshe nuk ke. Okej, miq të kohë shtesë, jemi këtu në diskutimin ton podcast në kohë shtesë me Eltonin për të folur sa i përket ndeshjes që ndodhi mes Polonisë dhe Shqipërisë. Elton. Atëherë, ndeshja na la shumë për të diskutuar. Djemt u munduan, sakrifikuan, por jo me zjarr, jo me vullnet, jo me atë grindën e shqiptarit. Mungoj diçka. Nuk pati nerv loja. Nuk pati nerv. Nuk e luajtën si ndeshje të fundit. Nuk e luajtën si ndeshje decisive, si ndeshje shumë e rëndësishme për ne për të hyrë në histori, për të bërë një hap më tej që ne kemi ndërruar gjatë gjithë kohës. Edhe mua më bën shumë gjëra përshtypje, madje doja ta diskutoja edhe me ty, edhe doja të cekja njerë si mendon, domethënë, a ishte faj Silvinjos apo ishte i lojtarëve individual, domethënë gabimet, ishte skema e gabuar apo ishin gabimet e individëve, lojtarëve domethënë. Çfarë mendimi ke? Unë po shikoja pak Elton edhe reagimet që ishin pas ndeshjes, dhe ishte diçka që ne edhe parashikuam dje dhe e prisim, që të gjithë ishin sulur Silvinjos. Shumica mendon se Silvinjo ka djegur brezi më të mirë të lojtarëve. Por ndërkohë duhet të kujtojmë njerëzve se çfarë ndodhi dje në atë ndeshje. Ishte një ndeshje ku Silvinjo doli përtej pritshmërive dhe parashikimeve të mia. Ishte një ndeshje ku Lewandowski nuk ka kapur top me këmbë. Po flasim për një lojtar i cili është klasë botërore. Por flasim për disa lojtarë që luajnë në ekipe më të mira se sa i Shqipërisë, dhe në fund nuk kishin asnjë lloj rasti të pastër në krahasim me Shqipërinë. Shqipëria kishte pafundësisht raste të pastra. Ti kishe dy mundësi, me Nedim Bajramin për ta mbyllur ndeshjen 0-2 dhe më pas vjen një barazim 1-1. Kishte sërish rast me Pilën për ta çuar ndeshjen në 1-2. Pra trajneri do të çon deri te porta, është një shprehje, dhe më pas topin duhet ta shtysh vet. Nuk mund pretendosh të futet Silvinjo me Zabaletën për ta krosuar topin Zabaleta dhe për ta goditur Silvinjo. Nuk kishte çfarë bëj. Pra ti mendon që skema ose projekti që kishte ndërtuar Silvinjo funksionoi. Thjesht ishte gabimi lojtarëve që ne na ndëshkoi dhe nuk na futi. Silvinjo u mbroj dje dhe ishte një mbrojtje, një lëvizje tjetër shamat për mua pas ndeshjes. Tha, shikoni pak se kush i ka shtuar golat e kundërshtari. Ishte Zielinski dhe Lewandowski. Dy lojtarë Inter, dhe Barcelona. Ishin këta që vendosën ndeshjen. Ndërkohë lojtarët e tu, ne i flasim se hyje të mëdhenj si lojtarë cilët nuk kanë pasur mundësinë për të shkuar në ekipe më të mëdha sepse me talentin mund të lozi Broja te Real Madridi, Ernest Muçi te Barcelona, por në fund fare rezultuan një dështim i madh. Një dështim i madh për faktin se ti nuk ke një lojtar i cili mund të arrijë çnoj gol. Nuk ke një lojtar i cili nuk ke një individualitet. Po pra, kjo është nuk ke një Zielinski që ta gjen atë cepin e rrjedhës, domethënë që kur Zielinski u nis dje për ta goditur topin, të gjithë ishin mos. Mos e futi. Mos sepse po. Mos e futi. Mos e lërë hapësirën. Po është. Po krahun ton kush do të jetë mos e futi golin. Përveç asaj magjie që ndodhet te rekualifikuese që u bën ato golat si u bën 4-5 golaresht. Po mos, çfarë përshtypje ke për prezencën, se prezencë, mendimi im është prezencë, nuk është lojë. Domethënë për Brojen e famshëm. Broja bën mirë që të shkojnë në shtëpi pas kësaj ndeshje që ndodhi, të bëj një dush stot, edhe të përmendet mirë se e prisja duke ta njohur. Nuk i ka punë. Prisja që do ta jepë një mendim. Nuk i ka punë të mirë kështu. Na ka zgënjur tërësi shumë. Është zgënjim total për mendimin tim. Është zgënjim total, sigurisht që dje hyri është një lojtar i cili ka një bagazh të madh, plot me talent, por nuk ka tron kokë, shkurt më veti. Nuk ka tron kokë. Unë jo tru, po unë do thosha nuk e ka të gjak të pastër. Nuk ka gjak, po, nuk ka nerve, nuk do azë nga vetja. Nuk do azë nga vetja, nuk kërkon. Është fiks si një djali, një biznesmeni, i cili baba i ka bërë tërë pasurinë dhe djali thjesht e shijon. Ndërkohë që mund të ketë aftësi të shkëlqyera për të arritur biznesin e vet. Shiko, kemi edhe një Ozun i cili ka dalë nga gjendje të skajshme, jashtë normave njerëzore, ka vuajtur pafund. Edhe kemi thënë që është një djalë punëtor, një djalë që ka ecur, një djalë me ambicie dhe ka grind. Dhe ka shkëlqyer në skuadrën respektive, pra të paktën te Granada. Pra ka shkëlqyer, domethënë nga vjen, ka shkuar diku dhe themi që po, ka ecur ai djalë. Por dije që unë prisja që të bënte diçka ndryshe që ta shkruante historinë, edhe Ozuni nuk tregoi gjë. Pra duke bërë një krahasim me atë djalin e biznesmenit që i ka të gjitha gati, edhe me një Ozun që ka ardhur nga gjendje jo të mirë. Prap edhe e njëjta gjë dhe kjo nuk na dha.
Pra jam dakord tek Rasti, pjesa po. e mendimit që Për broja. prandaj duke ditur edhe logjikën që funksionoi skema, funksionoi projekti që kishte Silvinho, pra gabimi ishte tek lojtarët. Pra mos ta kërkojmë më gabimin tek Silvinho. Kjo ishte ide. Për Myrto Ozonin ka pak zhgënjim normalisht, por që duke parë dhe karakteristikat e tiparen e Myrto Ozonit, nuk pritet më shumë se kaq, kuptimin që është një lojtar i cili teknikisht nuk është nivel të lartë. Jo, Është një është lojtar punëtor, bravo. Dhe duhet po. teksuar që në pjesën e parë nuk ishte asnjë rast të rrezikshëm nga krau polonist në kraun e Ozonit dhe të Yset. Bën një mbulim perfekt pjesën e mbrojtjes. Pra kjo ishte fal skemës. Dhe ishte fal skemës Silvinho, se Silvinho kaq kërkonte nga Ozoni kaq i bëri Silvinho, si I bëri detyrat e shtëpisë. I bëri detyrat e shtëpisë. Siç e bëri dhe me Serbin, po ti fitove 0-1 dhe Ozoni u ngri pjedestal, Ndërsa sot ju humbi normalisht që kërkohet pak më shumë nga Ozoni sepse në fund fare është sulmues krau dhe duhet pak më shumë se sa detyra shtëpie të bësh. Këtë herë bëri vetëm detyrat e shtëpisë dhe Ozoni. Ndërsa Armando Broja dua të ndalem pak në ai diskutimin që ne bëm edhe dje para ndeshjes. Për mua një Armando Broja i dal nga rruga do të ishte 100 herë më mirë se sa një Armando Broja i dal nga akademia. I sakrificave, i vuajtjeve, i vuajtje, i lëvizje ndryshe, sepse siç e thash dhe më parë, ka qenë edhe Lewandowski mos gaboj që ka thënë për pjesën e sulmuesit që pse po i mungon botës si sulmues sot. Dhe tha, është fakti se akademitë e futbollit kudo në botë po bëjnë prerje copy paste me njëra tjetër. Pra po bëjnë makineri, trajner, të cilët i thonë pasoj topin mos e paso topin. Bëj këtë bëj atë. Çdo gjë ata instruksiohen si makineri, të cilët do bëjnë këto lloj lëvizje dhe nuk do dalin nga lëvizjet e trajnerit. Ndërkohë që sulmuesi në vetvete duhet bëjë një lëvizje ndryshe. Jo vetëm sulmuesi por çdo lojtar. Nga vetë të dalin, ore rregullat fund fare janë bërë për të thyer apo drejtë ta haja. Është vërtet. Ke një top, ke një ball për ball me portierin më burr. Bëj një gjë nga ana jote. Ajo që unë nuk i fal Brojës se u shkënjeva, po tërësisht fare dielton, ishte minuta e fundit e takimit. Topi gjatë nga Srakosha, ishte sekonda e fundit më vëlla. Topi gjatë nga Srakosha nuk u fut pranë dy luftim tamam për dy luftuar, or për çar kokën aty me. Nuk ka gjak, nuk ka gjak. Është faksioni i fundit, rasti i fundit. Se klishe, domethënë në bet. Kjo është gjë. Prandaj thash që shumë nga këta yjet tan duhet shkojnë në shtëpi, edhe e di çam kanë akoma më shumë, jo për punë xhelozie, po fatmirësisht Kosova fitoi dje dhe këta lojtar do iki vëmendje. Lermo, këta lojtar do iki vëmendje. Atë që unë e kam thënë, do keni dush të ftohtë sepse këta nuk janë mësuar pa vëmendje. Atë që unë e kam thënë, Heronj sot janë Kosovës. Të paktën ne, prandaj na ka bekuar Zoti që kemi përfaqësuese, kemi kombëtare, na iku lenga, kemi prengën. Tani të gëzojmë për çunat e Dardan, të gëzojmë për Dardanët, edhe të japim një çik zemër çunave që të na çojnë përpara. Heronjt e shqiptarëve janë lojtarët e Kosovës sot. Fiks, atë do thosha edhe unë që do e hequr kapelja, zemrën, gjakun, djersën, mundin, agresivitetin, grindën që kanë e çuan atje ku është sot. Që duhet ta kishim bërë të dyja faktikisht, po nga ana këtej nuk ndodhi, Dardanët e çuan atje. Do të jemi gjithë mbështetje edhe në stadium për të mbështetur Kosovën sepse do luajnë ndeshjen e madhe me Turqinë, Po patjetër që po, Të gjithë çunat, gjithë shqiptaria mbar trojeve tona ku janë kudo që ndodhen, diasporë të gjitha, unë i bëj thirrje që ne duhet të jemi në Fadil Vokri për të ngritur flamurin që të futemi në histori. Shiko, se po flisim pak për Silvinho në çfarë për t'u kthyer prap diskutimit që kush e kishte fajin Silvinho lojtarët. Kishte një koment spektakolar shumë të bukur dhe domethënës Poloni që mua pëlqeu shumë nga një gazetar polak. Thoshte Polonia ishte me fat. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë tonë. Gjithmonë e quajmë veten në shtëpi të pafat. Pash tha që në konferencë për shtyp një gazetar po e pyeste Silvinhon që pse nuk u kualifikuat. Pra ishte situata kaq shumë dhe vetë polakët e kanë kuptuar që ishin me fat që rafën Shqipëri në shtëpinë e tyre. Dhe kjo tregon gjithë forcën dhe atë që bëri Silvinho në fund fare. Është e para herë në historinë tonë tha që kemi Shqipërinë këtu brenda, një ekip të vogël në letër dhe na dominon. Duhet ta quajmë veten me fat që fituam. Do thënë e vërteta që në tërësinë e lojës ishim mirë. Nuk ishim gjendje perfekte, po e balancuar ishte loja. Përveç se faktet pasaj që ne thamë, humbëm rastet, Ishin raste flagrante, ishin raste shumë flagrante. Tani, për sa i përket do doja të shtrojmë dhe si temë. Se më bëri përshtypje diçka tani, ose jo më bëri përshtypje, po më tepër doja ta shtroja dhe ta kishim edhe të merrim dhe opinionin publik. Në lidhje me Aslanin. Flasim tek Interi. Zelenski te Interi. Pra, pse iku ky djali valit e Beshiktash? Iku se i zuri vendin Zelenski, apo nuk e meritoi, apo e kemi ne, siç e kemi zakonisht, kemi fryrë gjërat.
Tu ta shtrojmë këtë dhe për publikun që të marrim edhe pyetje. Gjërat i kemi fryrë aq shumë sa ta tregon fusha e futbollit. E thënë vetë, Zilinski e Interi, Aslani e Interi. Nëse Zilinski për më tepër është një moshë të madhe ku ekipi i Interit e ka më mirë të investojë te Aslani, si lojtar i ri, cili mund t'i marrë më shumë lek në të ardhmen, më shumë para në të ardhmen, sa te Zilinski. Por të deli ndeshje Poloni-Shqipëri, ku Kristian Aslani përveç se kthen topin mbrapa nuk do ta azjem shumë se kaq. Dhe nuk të gjuan herën port. Çai mungon këtë djalë, mungon fantazia, i mungon guximi. Bëni futboll që është shumë i thjeshtë. Bëni futboll që është shumë i thjeshtë dhe edhe disa topa të gjatë që ai hedh kur dëshiron Aslani, jo kur duhet loja për ta hedhur atë topin e gjatë. Nuk janë topa efektive në 100%. Nuk ke një fantazist aty që të rregullojnë lojën, po thjesht një vrapus topi që ku shikon rrezik kthen topin mbrapa. Kështu i bie, kështu i bie. Unë u shta nga dje kur pash që edhe Julian Sheu kishte filluar të infektojë nga Kristian Aslani, me disa pasime të cilat i kthente gjithmonë mbrapa, ndërkohë që mund ta jepte një pasim përpara. Pra dhe Julian Sheu duke parë Kristian Aslanin që luante Interi, luante Beshiktashi, kërkon ta kopjojë në një farë mënyrë lojën e tij, ndërkohë që nuk është ajo për të kopjuar. Pse kopjon atë? A e pe që nuk kishin guxim, nuk ecin dot përpara. Nuk ecin përpara, më e kthen në topin prapë mbrapa valla. Edhe ku me ato Polonia e cila ishte një dështim i gjallë. Edhe pretendonte tani zotria, që pse iku nga Interi. Pse nuk mbajti vendin aty? Ë? Kjo është e gjitha. Pra, ja zuri vendin Zelenski këtij. Po ta trego fusha. Se jashtë Mejdani, vetëm, shiko, ka një shprehje. Vetëm shoferi i kamionit dhe futbollisti nuk futen dot me mik. Këto janë dy pullet e Se janë dy gjëra profesionale valla. Shoferin e kamionit ti nuk mund ta futësh dot me mik se të merr në qaf. Edhe futbollisti i tregon fusha, ja sheshja Mejdani. Futu aty dhe trego sa vlen. Sepse këta vinë me këtë. Ti mbyllësh gojën, jo më ti vetëm mbyllësh gojën. Ore vinë me këtë krekosën, unë jam lojtari i Interit, unë jam lojtari i Beshiktasit. Po ku është aty? Ja sheshja Mejdani vëlla. Tregoje pra. Tregoje që vjen nga Chelsea, bëj gjuhet në port. Goditesh në gol. Tregoje që je nga Inter, që lozot e Interit, tregoje me diçka ndryshe. Nëse ti bën gjë thjesht, andaj marrin një lojtar nga superiore pse marrin Kristian Aslani. Ti tregosh edhe të tjerëve që ke ikur pa drejtësisht, nëse ty të kanë ma jep, ta jap, me një lojtar të Tomorit dhe fut aty. Ma jep, ta jap. Nuk është futbolli ma jep, ta jap. Me në mes, ma unë e tha shumë mirë. Si futbollohen me në mes. Është e turpshme, është realisht e turpshme. Tani, unë edhe diçka tjetër doja të prekja, edhe më bëri shumë përshtypje dy hyrje. Një nga ana jon edhe një nga ana Polonis. Tani, e shumë përfolura. Magjia e madhe që ne shqiptarët krijuam në iluzionet tona. Ernest Muçi. Një yll që po shkëlqen në Turqi. Hyn 9 minuta. Kemi nga krahu tjetër, po prap një djalë të ri që luan te Porto, që është Oscar. Tani të dy, ja sheshi ja Mejdani hyn të dy në fush. Çfarë bëri ose më sakt, ti me syrin tënd në optikën tënde si i pe të dy këta talente? Sepse ne e quajmë talent, Muçin edhe krenohemi për këtë. Dhe ka shkëlqyer realisht. Tani hyn dhe Oscar. Tani si e krahason ti rezultatin ose performancën që jep Muçi dhe performancën që jep? Shko, përpara se të them këtë Elton, duhet të themi diçka, ore. Po vetëm Silvinjo po i biem qaf këtyre, tas po i biem qaf Silvinjos. Pilo se ram qaf Silvinjos. Ore Pilo se ram qaf Silvinjos. Po lere mo Pilo se na. Bajrami, mo Bajrami. Po lere mo tani mos ta bëj. Bajrami se ram qaf Silvinjos. Mos ta bëj me Pilo. Po Strakosha mo. Po Strakosha se ram qaf Silvinjos. Po lere thashë një mos më ngacmo atje ku nuk duhet vëlla se do ta bëj me Pip. Mos ta presim vëlla. Mos ta bëj me Pip. Prandaj po them në unë që ajo pyetja që ti shtrove, ajo pyetja që ti shtrove bukur fare, është ideja këtu më vëlla që Oscar i futet dhe në 10 minuta e tregon direkt më vëlla që është talent më vëlla, që do e kapja të ekipin e madh më vëlla, që është pjesë e Portos së burr. Ernest Muçi yri minutë 82, 81, 83 pak rëndësi ka 5 minuta shtesë, po ke 10-15 minuta më vëlla, po tregoi një moment nga Vjena dhe kishte dy mundësi o burr. Dy mundësi vëlla, bëj diçka ekstraordinare vëlla, jashtëzakonshme, që ti e bën te Trabzonspori. Bëj një driblim 2-3 si e bën aty, po tek ndeshja është më burr. Po është për Shqipërinë vëlla, nuk është për Silvinjon. Nisi me Muçi ne, po i biem qaf Silvinjo, Ata le adaptojmë tani, ta përkëdhelim. Po çati bëjmë? Po është Shqipëria, nuk është Silvinjo, nuk është as Duka, nuk është as Zabaleta, as Silvinjo, po luan për Shqipërinë. Je për kombin tënd. Hati biem qaf Silvinjos, e sa kapojmë, po çfarë fitojmë me është në Shqipëria të mbrapa. Prandaj ta shtrova si pyetje ose si temë që ç'a të bëri ty përshtypje në këto dy. Këtë yllin e madh që ne e kemi fryrë, e kemi hiperbolizuar aq shumë sa ne mezi prisnim.
që ky të dilte aty në fush e të bënte atë magjinë e tij. Edhe nga krau tjetër kemi po prapë se janë të dy pothuajse. Mua më Si mendon ti më vëlla, se ti tani ky e tregon siç e the edhe vet, ky e tregon aty se kështu është futbolli më vëlla. Ja ku e ke fush, ja ku e ke topin. 11-11. Shok ke ti, shok ai. Po ja pra tani drejt ta haj. Janë dy talente të mëdhenj për futbollin, nëse flasim për talent, por me dy mendje ndryshme. Mendje polaku, mendje shqiptari. Jam i befasuar. Jo, për Muçin edhe për Muçin edhe për m'fal, për Muçin edhe për Brojën nuk janë mendje shqiptari ata. Mendje shqiptari ka qenë këta babuçt aty, o shok. O shok, janë këta këtu. Prandaj thashë janë befasuar se kanë ndryshuar kohë. O zotëri, janë këta ata me gjak shqiptarja, nuk janë ata. Ndoshta s'kan pasur talentin e këtyre. Por kanë gjakun, gjaku të bën, o vëlla. Edhe t'i japim për 10 minuta të ngren ajër, o shok. T'i japim fund Jeremiri diskutimit që ky është brezi më i mirë që ka pasur Shqipëria. Brezi më i mirë është atje. Brezi më i mirë është atje se brezi më i mirë los me gjak, los me grind, los me. Ore kanë urim. Kanë urim, o shiko djemt e Dardanëve. O shiko Dardanë dhe o zotri kanë uri. Duan të hynë në histori. Po këta mo çaj mungon mo vëlla. Një komb mo, një gjak. Një komb, një gjak. Këta rrinë si me të rritur me pekule, siç e the ti ai djali biznesmenit e ku ta diu, kurse këta të tjerë të hanë syrin mo vëlla. Ke qef ti shikosh po çuna. Mua më kujtohet Elton për shembull kur luante Shqipëria disa vite më përpara dhe luani me zëm ndaj Hollandës. Ishte një sulmues i madh i Hollandës apo një ekip tjetër dhe thonim gjithmonë që sa mirë që ky luan në këtë ekip të madh se do jetë shumë i motivuar për ne kundër nesh. Edhe po vjen edhe kjo kote e ne, domethënë që ne kemi lojtarë të cilët janë me emra shumë më të mirë se ata çuna atje, po janë pa motivuar vëlla. Po s'ka motivim. Po nuk kanë pik nervi vëlla, po nuk kanë pik nervi. Po ndoshta i bjem qaf kot, vëlla nuk e ndjen, me zor i kanë marrë këta. Po ndoshta i kanë marrë me zor vëlla, hajde të luaj unë se duhet lajm gojën. Dalim te business class që tha Ditmar Bicaj dhe te disa lojtarë cilët kur vjen pushimet verore janë ku të blenë i vil Shqipërisë se s'vin fare as vetë. Këtu nuk i bën pushimet fare. Këtu nuk kanë kokë për lidhje me Shqipërinë. Ca në Spanjë, ca në Greqi, edhe mblidhemi për kombëtaren. Nuk e di domethënë. Këta më duken se mblidhen, hajde të shkojnë për Shqipërinë që ta shkruajnë emrin historik që po unë kam luajtur në kombëtare. Po nuk e di. Është shumë e lehtë për të goditur Silvinion. E bëjnë gjithë, po nuk është Silvinio problemi. Problemi janë lojtarët. 2-3 lista me lojtarë. Puno, djersitur, gjerë gjak aty, grici bythët aty, grisi gjunjët, që ti ta kesh vendin e sigurt. Ndryshe nuk ke. Merr një lojtar të thash, merr një lojtar superiores, futet e vendi Aslanit, a do bënëm kesë Aslanit dje më thuaj. S'kishte më kesë sa aq se ka, sa bëri Aslani. Djetë kisha marrë 2-3 çuna në superiorja, unë mendoj se loja do kishte dalë më mirë. Do kishte dalë shumë më mirë mos e ka gjak më valla. Ore do qanin valla. Dje ka qarë vetëm Myrto Uzunit mos gaboj valla. E ndjeu. Domethënë, okay, po është ideja që qan ai personi i cili është rritur në Shqipëri, i cili merr të mërzin siç ne e pam ndeshën dje, dhe jemi të mërzitur keq fare dhe kur vemi për shembull që nesër pas esër, nëse do ishim lojtar të Shqipërisë, të na shikoje live-in e mbas ndeshjes ne ishim gjunama për të na jepën. Ishim fiks për gjuna. Ishim fiks për gjuna. Në atë lloj gjendje dëshpërimi. Ndërkohë një shqiptar i cili jeton në një trev tjetër për shembull, mund ta marrë pak më lehtë. E kupton? Sigurisht përjetimi është edhe aty i madh, po flasim që këtu Shqipëri ti përjeton çdo gjë. Dhe unë dua që edhe në pushimet verore, nëse ne jemi kaq patriotë si lojtar, sa themi, hajde më valla vizitoj Shqipërinë apo. Hajde valla ata ndjekësit e tu, do vinë ta vizitojnë. Dhe ata lojtarët e tu të Atalantas, të Granadës, ku ta diun se ku do vinë ta vizitojnë. Kudo që të kesh qenë, kudo që ta. Duhet t'i japësh Shqipërisë gjithmonë, jo vetëm kur ka ndeshje futboll. Po nuk është vetëm ndeshje futbollit, patriotizmi, por vjen keq tani. Patriotizmi fillon që kur del nga hyrja e pallatit do burr tani, që të prekesh sol, që të qeskam e plerave, që të baret, që të pemat, tek ai ku do që të shapen në burr. Aty shikohet njerëzilliku, qytetaria, patriotizmi burr. Këta nuk e kanë ide, këta ti pyesësh ku bie Butrini, ku bie Kruja, ku bie kjo, këta se di se kanë. Do ishin se ata Big Brother. Po fare mo çat. Më ke se Selina me çështën aty te Big Brotheri. Po çfarë thua më vajka seriozisht? Këta ti pyesësh ku është për shembull Antigoneja, këta se kanë abere më. Këta për çfarë do lloj ti pyesësh? Po le tani. Shqyr zotit që kanë dalë to tatuazhet, bëjmë ne uçë këna e Skënderbej aty dhe jemi patriotë. Që të duket si patriotë më dhënë. Po, thua që çfarë bagazhe ka ky njeri. Fiks. Okej, besoj se ky diskutim është i mjaftueshëm, ne do jemi prapë për diskutuar edhe gjëra të tjera në lidhje me Kosovën, me Shqipërinë. Gjithsesi, prapë kënaqësia nuk na është zbehur fare. Kemi çunat e tjerë domethënë, kemi klubin tjetër, kështu që t'japim zjarr, t'japim çunave të motivohen edhe t'i përkrajmë.